Po, Arbresha, faktikisht kjo është një nga ditët ku ndoshta kjo kazerë më shumë se asnjëherë e mbushur me njerëz, përveç atyre cilët edhe e kanë punën këtu. Është një atmosferë dhe përkundër temperatura kogja të ulta është parë një prezencë kogja e madhe e njerëzve dhe sidomos e fëmijëve të moshave të ndryshme, të cilët kanë ardhur në formë të organizuar me shkolla dhe me mësimdhënësit e tyre për t'i parë nga afër municionet dhe gjitha armet që janë prezantuar nga Forca e Sigurisë së Kosovës sot me 27 nëntor, pasi që është edhe dita e hapur, pra ku mund lirshëm t'i shohim më përsafërmi. Ajo që mund të ceket është se fëmijët në fakt ishin shumë të interesuar, përveç se kishin ardhur me armët e tyre patjetër lodra, janë drejtuar edhe pyetje FSK-s nëse armët e tyre janë të vërteta, nëse këta friksohen ose jo nga lufta, dhe duke bërë fotografi po ashtu me ta nga pyetjet më të ndryshme, pam vallëzime të ndryshme, pam recitime të ndryshme, dhe po ashtu përveç FSK-s u dëgjua dhe jehoj zërin nga fëmijët teksa thrisnin UÇK dhe këndonin edhe këngë për UÇK-n. Përveç kësaj atmosfere, këtu të pranishëm u pan edhe krerët institucional, presidenti i vendit Vjosa Osmani, kryeministri i detyrë Albin Kurti dhe krye parlamentari Dimal Basha, cilët edhe patën fjalimet e tyre para mediave, duke shprehur po ashtu edhe urimin sa i përket kësaj dite. Ndërkaq vizitat po vazhdojnë akoma, qytetarët po ndalin, po bisedojnë këtu me forcat e FSK-s, pa disa nga ata që të moshave të ndryshme dhe vlen të cekët pat mësimdhënës, cilët tashmë i kanë nxënësit pjesë dhe antarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës, cilët kishin ardhur për t'i përshëndetur, pat prind këtu nga FSK-ja, cilët po i presin familjarët dhe fëmijët e tyre, u shkrepën fotografi të ndryshme dhe akoma po vazhdon kjo festa, si themi festa për FSK-n, fëmijët po vinë, ka dhe qytetarë të ndryshëm, kanë ardhur nga vende të ndryshme të Kosovës, jo vetëm nga rrethi i Kosovës, disa nga ata thanë që patjetër përveç Prishtinës do vazhdojnë edhe në shtetet e tjera për të parë kazermat, me që edhe atje funksionon po ashtu i njëjti sistem si këtu sot. Amantina, të faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. E pas